A ka disa ushqime që në mënyrë kategorike nuk duhet i konsumojmë? Po ka shumë, në fakt. Mund ta listë. Ka shumë. Ajo çka bëjmë gabim, është që përdoren shumë ushqimet e paketuara, ushqimet e konservuara, disa konservant e kanë këtë efekt ansor që mund t'i japin ndryshimet mukozës së stomakut derisa ta denatyrojnë, të dalin nga natyrshmëria e mukozës së stomakut. Kjo është një shumë problem. Problem tjetër është që edhe neve në Shqipëri kemi këtë problem që përdorim shumë ushqimet e fërguara, ushqimet e skuqura. Edhe mishin e skuqur shumë. Apo mishin e përpunuar jashtë shtëpisë shumë. Street foodi është një ndër ushqimet të cilat fatkeqësisht është një luftë e vazhdueshme edhe me pacientët tanë, sidomos pacientët e moshave të reja që e kanë shumë të vështirë të edukohen dhe ta pranojnë që të heqin dorë nga ajo shija që mund të jetë shumë e mirë në fakt, por që themi që është kancerogjene. Mbrapa ka një rrit predispozitat për të. Patjetër që duhani, po. Edhe alkooli janë dy më të akuzuarit.